Do kam probleme me gazin, por kjo s'do thotë që duhet ta ndalojmë punën. Mendoj që ka dështuar tërësisht kryetari i Kuvendit Kosovës dhe siguria, përgjegjësit e sigurisë, dhe mendoj që ata duhet japin dorëheqje në mënyrë urgjente. Edhe ma keq po vjen që gratë, vese me u marrë me një politikë demokratike, janë bërë në krye të veprimeve të dhunshme. Jam shqitin a juja prej seancës, sot. Dr. Mustafa, do t'keni rast të raportoni në kuvend? Nuk besoj që do të vijë niveli i parlamentit deri në atë mos që ne të kemi konfrontim fizik. Do ta kryejmë detyrën tonë që me cilën na kanë ngarkuar qytetarët e Kosovës me votën e tina, dhe jemi të vendosur se të shkojmë deri në fund dhe prej sa do të ketë seanca të rregullta. Vllai gjashtë bre. Po vllai gjashtë bre. Ti do? Kryeministri Mustafa. Çfarë ndodhi me? Se di, kryeministri Mustafa ka jërë gazë në qërë. Zotëratina ju kam këtu me marrëpjesë, ju ka bërë lutje për hir të popullit. Kryetari ka diveseni në sallën 301 për të marrë në praninë edhe të medjave. Ma mire ta me unë taku ndër veti dhe me anullu marrëveshët. Qaj është, s'ka tjene beshë. Kadri Veseli, si krye parlamentar, bashkë me presidentën, përkundrazi, po i kontribuojnë tensioneve në rritje, edhe po i kontribuojnë thellimit të krizës institucionale duke provokuar situatën përmes thirrjes së seancave plenare.